Komiteti për Politikë e Financa në Prizren ftuar sot nga kryesuesi Antigona Bityqi, e ku ishte prezent edhe nënkryetari Kujtim Gashi, erdhi me rekomandimin për 6 pika për mbledhjen e SHN-s në Kuvend Komunal, por pas i lidhur me raportin e njësisë të drejtave të njeriut dhe parazi gjinore, mungoi zyrtarja dhe kjo pikë u shtyje për mbledhjen tjetër. Në këtë takim morën pjesë 8 anëtarë të KPF-s. Lidhur me shqyrtimin e kornizës afatmesme buxhetore, raportoi zyrtari i buxhetit Lulzim Sulejmani, kurse për furnizimin me ujë të pijes ishte prezant ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Hidroregionit Jugor, Fadil Berisha. Në mbledhje të SHN-s edhe kryetari Tota e ka konfirmuar se do të raportoj për 6 mujorin e komunës, kurse kryesuesja me këtë rast tha: Ashtu siç e patë me që ishit prezent, e pa që pika e cila pati më së shumti diskutim ishte pika rreth Kabit. Mirë po gjithsesi nga ana e anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa, do të thonë me një pjesë të anëtarëve, i rekomandohet mbledhjes që do të mbahet në ditën e hënë. Ndërsa nga rendi i ditës është larguar pika e 6, raporti i punës së njësisë për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore për periudhën janar-qershor 2025. Arsyeja e vetme ishte për shkak që zyrtarja nuk ishte aty për me bë raportin e këtij raporti dhe u dakorduam të gjithë unanimisht që të largohet nga rendi i ditës. Siç e kemi pa këto ditë të fundit ka disa reagime dhe nga njëri prej anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa u propozua që të hyjë në rendite, mirë po me që në ka ardhur këto ditë të fundit të raporti i auditorit, u dakorduan unanimisht përsëri që ky raport të sillet në muajin korrik. Edhe pse me planin e punës të kuvendit e kemi parapar në muajin shtator, po gjithsesi me që ka qenë kërkesa anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa, besoj që do ta sjellim në muajin korrik. Sa i përket të pikave të rendit ditës për sot, neve i patëm si lëvizje vetëvendosje, i patëm vërejtjet tona sa i përket Kabit, pra kornizës afatmesme buxhetore, për cilën nuk u pajtuam me ato dhëna, sepse paraprakisht nuk kishim diçka të sakt. Pra ishte një raportim në KPF që nëse qarkuarja ka lënë në qoftë se mirën për bazë kërkesat, nëse, pavarësisht e potencova edhe aty që pavarësisht që edhe buxheti për çdo vit në afate rekorde është votu, po ashtu për çdo vit janë votuar edhe bartet e mjeteve në mënyrë që të kemi një mirë menaxhim të buxhetit të komunës, pavarësisht gjithë këtyre shërbimit që i ka bërë kuvendi këtij ekzekutivi, prap vinë me një kornizë afatmesme buxhetore të paplanifikuar mirë, me shumë pikpyetje dhe e pam neve që të gjitha investimet kapitale ishin investime elektorale. Mbledhja radhës do të mbahet të hënën me fillim nga ora 10.